Nipja dhe mbesa ma kanë ndryshu jetën rrënjësisht për të mirë. Une përpara si jam qu kur par orës 9-10, tash si të një nipin ora 7:28 që është zgjuhe, unë më njëherë direkt në pijama me shkoj e përqavi herë atje. Tregon të nusja e djalit, kur ka lind, se fëmija qajnë fillim. Po. Tha, atë shumë ka qajt, tha ata pa e dit çfarë familje, tha kanë thonë, muzikant, tha fjallën e pare kanë thonë për ato, tash a ka talent, nuk e di po zonë ka. Atë natë që e kam bë dasmën, thash, mësafirët ndërum, thash, unë i kom pas 2 vajza, deri sot, thash, prej sotit i kam 3 vajza. Nuk besoj as motrat që duhen ma shumë, si duhen vajzat me nusën e djalit. A di ku kanë mosmarrveshje? Aja me gatuna, aja me gatuna. Di veç ato. Po shty kanë me gatua, Për tjerat. Nipat edhe mesat pëdëm pak ma shumë se sa fëmin tua. Po më duket edhe definicionin që është e vërtet që duhen ma shumë se sa fëmija. Gishtat nuk janë krejt njëjtë. Po secili dënë mënyrën e veçantë, sepse secili ka atë është pjesë e trupit, pjesë e organizmit. Njëjtën edhe fëmija. Thëmë drejten, nipja dhe mbesa ma kanë ndryshu jetën rrënjësisht për të mirë. Sa je i lidhun me nipin e me mesën? I lidhun, nuk muj me fjallë, s'muj me përshkrua, se është, kur e them që ma kanë ndryshu jetën, ato vënën kuptohet që jam tepër i lidhun. Une përpara si jam qu kur par orës 9-10, tash si të një nipin ora 7:28 që është zgjuhe, unë më njëherë direkt në pijama me shkoj e përqavi herë atje. Po më intereson me ditë, a kanë talent për muzikë ata? Mbesa ka talent shumë, edhe din shumë këngë të mira, sa i din nuk e di, po me tekst, me muzikë, i din është shumë e lidhun. E djali, tregon të nusja e djalit, kur ka lind, se fëmija qajnë fillim. Po. Tha, atë shumë ka qajt, tha ata pa e dit çfarë familje, tha kanë thonë, muzikant, tha fjallën e pare kanë thonë për ato, tash a ka talent, nuk e di po zonë ka. Zoni fushk. Po, tash talentin atë i madhe zëta i ka. Te përmente që si qunar me ngjes e një zonin, ke bjen që të jetën me nipin, me mbesën, me djalin, me nusën. Qysh është ky raporti, se ditë sodit shumica e djemve si po martohen, po dalin banesat veta, prind po jetojnë vetë. Qysh është kjo, qysh ka lënë shoqa? Unë të drejtën edhe ndaj fëmijëve jam kohë shumë i kujdesshëm. Jam unë me luajtë rolin e 2 prindve, po kur e kam martu djalin, se njofsen e kam njoft djalit edhe sa jenë këtë lidhën me zveti, dhe më thë dhe kam pa që është një person shumë jashtëzakonshëm, edhe atë natë që e kam bë dasmën, thash, mësafirët ndërum, thash, unë i kam pas 2 vajza, deri sot, thash, prej sotit i kam 3 vajza, edhe një djallë, thash. Edhe unë e kam si vajzën e tretë. Nuk e kam vajzë biologjike, po kam vajzë zemrës. Dhe nuk muj me dallu prej 2 vajzave tjera. Bile jam edhe maj kujdesshëm në raste se është familjes tjetër. Prandaj, në raportet të kemë të shkëlqyshme, jam shumë i kujdesshëm edhe me fëmijë, edhe me nusën e djalit, do të thotë, ndihem si prind i saj. Mu po më intereson me ditë apo xhelozojnë qikat që pëdën edhe nusën tash. Thojnë, na u ka na bë 3 motra. A nashta e kanë raportin çaq të mirë, sot edhe ti kënaqesh mandej. Ato nuk besoj as motrat që duhen më shumë si duhen vajzat me nusën e djalit. Janë lidh, hala pa mbartu, çaq shumë janë lidh, janë të mirë kuptueshme. A di ku kanë mosmarrveshje? Aja me gatuna, aja me gatuna. Di veç ato. Po shty kanë me gatua, për tjerat. Ja mos marrveshje, po adi shtyhen, jo po gatujen, jo të rri, do thot veç ato se tjerat është perfekt. Cili është një ushqim se ti e përmend gatimin, cili është një ushqim që e bën nusja ose që e bën ekstra për ty që ty të pëlqen? Unë kam një problem se mundohem me maj dietë dhe edhe vajzat, edhe nusja, po edhe djali është kuzhinier shumë i mirë. Secilien më mirë se tjetri. Vajza e dytë është ajo është ekstrem, ajo nuk ka specialitet në botë që ekziston që nuk e
nuk e gatun në mënyrën më të mirë. Vajza e madhe është gatimet tradicionale, edhe peshqet e këto i shkrinë. Nusja, edhe këto tradicionalet, po edhe këto tjera trejat, se i kam mësu për vajzave, edhe kjo është jashtëzakonshme. Djali ka një recetë të veçantë. Ai kur si bën, që bën dikush tjetër, ju shton erzat ndryshme, i bën kombinime ai. Që del tani në fund diçka ke ndryshe. Na i thoj madhe i invalton këtë, se nuk i ngjan asnjë ushqimi tjetër. Është specifike veç e tina. Edhe unë shpesh i them, të lutem bre, pak ma lehtë bre se kur po shtrohet në tavolinë tani problem me udhërue. Po ç'moru.